Mehmet Ali Pasha lindi në një fshat të rrethinës të Korçës në Shqipëri në 1769. Ende kur ishte fëmijë, babai i tij për shkaqe të ndryshme lëshoi vendlindjen dhe së bashku me familjen u shpërngulën për në Kavall. Mehmet Ali u rrit aty, ku filloi të merrej me tregoti të duhanit gjatë kësaj kohe. Veç kësaj, ai posedonte edhe talent ushtarak dhe luftarak, që ishin karakter natyror i tij. Në kohën kur regjistroi dhe tuboi në ushtri për të shpëtuar Egjiptin nga një gjendje kaotike që e kishte përfshirë pas pushtimit të Francës, mblodhi një numër të konsiderueshëm të ushtarëve shqiptar dhe ja mstyu Asajane, pa të hyrë në koalicion me Hasan Pashën nga Pojana, që ishte komandanti i ushtarëve shqiptar të Egjiptit. Në disa luftra që ndodhën, e sidomos në luftën e Bukirit, tregoi një trimëri të jashtëzakonshme dhe me këtë rast fitoi nder, respekt dhe simpati të madhe. Në mosmarrëveshje që u paraqitën në mes Hysrev Pashës, i cili ishte vali i Egjiptit me ushtrinë shqiptare, dhe me malikët e Egjiptit, Mehmet Ali Pasha pati fituar një vend të rëndësishëm dhe gradualisht u bë udhëheqës i ushtrisë shqiptare që gjendet në Egjipt. Këtë fuqi filloi ta përdorte siç dëshironte dhe Hysrev Pasha, duke mos u mundur të fitojë në këtë mosmarrëveshje, u dobësua. Kur udhëheqja e Egjiptit ishte në një gjendje të shregullt dhe me shumë gatresa, Mehmet Ali e mori ushtrinë në dorë, kurse Hysrev Pashën e detyroi të tërhiqet nga punët kryesore. Pasi mori në dorë udhëheqjen e vendit dhe më pas me lehtësi ktheu qetësinë e plot, cilësia e tij u paraqit te porta e lartë. Për kthyrjen dhe vendosjen e rregullit, disiplinës dhe qetësisë në vendet e Egjiptit, porta e lartë nuk mund të gjente rrugë dhe zgjidhje më të mirë se sa ta emëronte Mehmet Aliun, vali të Egjiptit. Kështu kur Mehmet Ali në 1800 u emërua zyrtarisht veziri i vilajetit të Egjiptit, pikë së pari në rivendosjen e besimit dhe të qetësisë, e kuptoi se është e domosdoshme të qetësoj me malikët që u thonin niçerëve të Egjiptit. Pasi pati sukses në këtë çështje, si hap të parë, mori iniciativën për të gjitha territoret islame që të konsolidojë ushtrinë. Kështu nga njëra anë me fuqinë që e arriti, si dhe me ndihmën e fëmijëve të tij, Ibrahim Pashës dhe Ismail Pashës, i zgjeroi territoret nga ana jugore e Egjiptit në drejtim të Nubës dhe Sudanit, e nga ana tjetër përmes shkollave që i themeloi për shkencat ushtarake dhe mjekësore, si dhe përmes asociacioneve të përkthimit, u botuan dhe u përhapën njohuri të reja. Njerëzit e hapë dhe dietar me njohuri shkencore dhe industriale që i morin nga Europa, i dhanë mund të jashtëzakonshëm në zhvillimin e industrisë dhe bujqësisë, gjë që për një kohë shumë të shkurtër e gjatëroi luginën e Nilit dhe vendet më të pazhvilluara të Egjiptit, dështoi mbjedhjen e dhojve të prodhimeve bujqësore si oriz, pambuk, panxar sheqer dhe njëkohësisht hapi shumë fabrika. Pas këtyre rezultateve nga ana e shtetit, ju dha e drejta që të qeveriste dhe si u judhesën e Kretës. Më në fund porta e lartë e vërtetoi dhe ja pranoi të qenit trashëgimtar në gjeneratën dinastinë e vilajetit të Egjiptit të Mehmet Ali Pashës. Duke filluar nga ajo kohë ishte i angazhuar të udhëhiqte mirë të gjitha vendet e Egjiptit dhe ato i pushoi në drejtim të Sudanit. Pas sukses në shumë reforma dhe në zhvillimin e vendit, pas një sëmundje të rëndë 2 vjeçare, më 1849 vdiq në Aleksandri.